Pra, dikush që do të mbrojë të drejtën e autorit, çfarë aktesh duhet ai të paraqisë pranë se lotorie për ta mbrojtur? Është shumë e thjeshtë, është një kërkesë, plotësoj një formular dhe kuptohet, duhet të shoqërohet dhe me veprën që dëshiron të mbrosh. Tani, mund të jetë një poezi, mund të jetë një partitur. Këtë e bashkëngjit dhe e dërgon në tek mund të jetë një skenar, por mund të jetë dhe një ide emisioni. Një ide emisioni, atëherë duhet që minimalisht ta kesh shkruar në një lloj, ta kesh hedhur në një dokument deri diku të detajuar që të krijosh iden të tretëve dhe të as që ti ke një ide origjinale. Pse duhet shkruar, pse duhet materializuar? Sepse ideja në vetvete nuk mbrohet nga drejtë autorit. Idet e pa materializuar. Sepse gjithmonë ajo si thua një lloj dikotomi ose më saktë luftën në fazë midis lirisë së shprehjes dhe të drejtës pronësore të autorit. Nëse do mbronim edhe idet me të drejtë autori, atëherë do ishte një si thua bllokim, po të them shtruim madh i qarkullimit të lirë të ideve.